Vallai, që ke po të nërvazë mua, për spital do ke po vesh me ditë. Ma ke morë ftyrën e zezë. A mu vjen me lyp. Do më thonë, s'është e vërtet që vojta. Ju pasha të të nëtë Ramazanit. Për shka si të vërtet? Oj, më do s'po du me morë në qikë tonë. Për shka si të vërtet? Për shka? Po besoj që e mbanin mend të gjithë storin që e kemi publikuar ku nëna dyshohet se i detyron të vajzat e mitura që të dalin e të kërkojnë lëmosh, e që neve na rezultoi se delte vetëm njëra. Kudo që kam shku, kam taku njerëz në market, në furrë, në rrugë, më kam pyet se çka ka ndodhur me vajzat. E për gati më shumë se një muaj kemi qenë të bllokuar pa përgjigje institucionale. E që nga 2 mars i kemi dërguar 4 emaila, nga të cilat me qyp të zorit kemi marrë vetëm një përgjigje, pas kërcënimit ton se do të paraqesim ankesë në Agjencionin për Informim dhe Privatësi. Puna është kështu. Edhe pas publikimit të stories, njerëz që na përcjellin na kanë dërguar foto nga Prishtina, ku shihej se vajza e mitur vazhdonte të kërkonte lëmosh. Pra, ajo ka vazhduar me ardh çdo ditë prej Perizoit në Prishtinë. E për me vërtetu këto, unë kum dal edhe vetë një mbrëmje edhe e kum pa vajzën me sytë e mi. Nuk më isha me kuptu se çka është puna e qendrës për punë sociale. A marrin rrugë për badihova, a reagojnë veç kur vritet dikush, ose kur ndonjë fëmijë gjendet si ai në Lipjan? Bile u kujtova që prej policisë e prej prokurorisë na patën njoftu se vajzat janë marrë prej një personi të panjohur, e njëna prej tyre besa ishte ngasmuar dhe seksualisht. O zot sa të mëshme. Vajza është e mitur. Ajo momentalisht po besoj se nuk është e aftë me kuptu se çka po ndodh me ta. Krejt për çka kam luftuar ka qenë me shpëtu atë vajzë, e që ardhmja asaj mos me qenë rrugëve, por ashtu si që meriton secila prej nesh. E tek pasi qendra për punë sociale bëri zemrën nguri për me na kthy përgjigje, na ka njoftu se vajzat janë referuar për trajtim psikologjik, janë bë vizita në shtëpi edhe në shkollë, ku sipas tyre vijojnë mësimin rregullisht pa asnjë vërejtje. Gjithashtu, nga qendra për punë sociale na kanë njoftuar se kanë inicuar procedura në gjykatë për ndryshim të kujdestarisë, pra me propozim që ato të kalojnë tek babai. Rasti është në proces. Po ashtu, për këto dyshime, sipas qendrës për punë sociale është përfshirë edhe policia e Kosovës, më saktësisht njësia për hetimin e trafikimit me njerëz. O njerëz, o ju prindër, fëmijët nuk janë njerë për mbijetesë, edhe nuk duhet me përfundu fëmijët në rrugë. Nëse përballeni me ndaj vështirësi, kërkoni ndihmë. Ka institucione edhe njerëz që mundeni më mbështet. Por lënia e fëmijëve në rrugë nuk është zgjidhje. Sot ende ka kohë për me bërë diçka më të mirë për këto vajza. Nesër mund të jetë vonë. Po, lënë ura? Qyshia, mos po të pengoj? Vallai, që ke po të nërvazë mua, për spital do ke po vesh me ditë. Pse më i të ut? Të qashtë? Të ut? Ke qitë, ma ke morë ftyrën e zezë. Që nuk i që i do shme njerë Bajramit, ta na maune me full. është jo Bajramit. Po, unë e kum pa vajzën, e kum pa vajzën që peqet me lypti të ut. Jam të e qitë, nuk është e vërtet. Po, unë e kum pa edhe... Që të fotën. A e ka po, a e ka kalzu Medina që më ka taku në Prishtinë? Ja, Medina mu shumë ka të regu ku që heqë Medinën, onë e mu nuk jam të e lamë. Në shpite, pa dhe minderit shumë, ha? Dhe me pasi, ti mu këtë rastu, Nuk këtë rastu, po dhe nuk qatë, ai ma pushtë, po onë më edhe me lajmru, polici këtë rast. Pa tjetër, Ju më mërë të dera, më me njëzdu mu, me shërë Bajramit. lajmëroje, kur të duash në polici mundesh me shërë të ut. Kje nevoj, as kur të do më më të më thërë. Lupna. Të ut, a u konë që përse jam banes të ti? A u konë që ta është qendra për punë sociale në banes të ti? Jo si të rësat vjeç, a i ditën e mirë. Ditën e mirë. Ej, Bajram, po më intereson me ditë, a ju ka thirrë QPS-ja ose a ju ka kontaktu ma prej rastit? Jo, s'm ka thirrë sen, kërkoshit. A ke pas kontakt me vajzat ose diçka e tillë? Jo, me vojza mos këm pas pjaterit, mos janë dalë. Pi zatlindë, ku e këm pas zatlindën të në unë janar me drejtin, porin pjaturit, mos janë konë qikat. Jo, kur gjë, me qika mos janë zatet. Socialit s'm ka thirrë sen. Do më thonë, në asnjë moment si e kontaktu ti prej kërkujna? Ti kërkuj.